Skema aktuale e rimbursimit të tatimit mbi vlerën e shtuar në bujqësi do të ndryshojë duke shfuqizuar formulën që është zbatuar që nga viti 2018. Sot grumbulluesit që blejnë produkte nga fermerët vendas nuk përfitojnë rimbursim të TVSH-s, ndërsa për produktet e importuara rimbursohen me 20% çka sjell pasojë negative për sektorin e bujqësisë, blegtorisë, pyjeve dhe peshkimit. Në programin e ri të qeverisë të miratuar nga Kuvendi i Shqipërisë parashikohet rimbursimi i TVSH-s për fermerët, i cili do të funksionojë si transfer direkte në mbështetjen e tyre. Për zbatimin e kësaj mase do të alokohen rreth 1.5 miliard lekë në vit. Aktualisht janë të regjistruar rreth 100.000 fermerë me NIP në të gjithë vendin, të cilët mund të shesin prodhimet e tyre pa faturë TVSH përmes autofaturës që plotësohet nga blerësi. Deri në vitin 2017, rimbursimi i TVSH-s në mazën 20% për fermerin kalonte nëpërmjet përpunuesve. Nga viti 2019 deri në 2020 skema ndryshoi. Fillimisht në 2019 TVSH-ja në blerje nga fermerët u ul në 6%, ndërsa TVSH-ja në shitje e produkteve të përpunuar mbeti 20%. Prej vitit 2022 skema e TVSH-s së kreditueshme u hoq plotësisht, duke vendosur 0% TVSH të zbritshme për blerjet nga fermerët. Në vend të rimbursimit të TVSH-s, qeveria aplikoi subvencione direkte për fermerët. Ndryshimet e reja synojnë të rrisin konkurrenshmërinë e prodhimeve vendase dhe të përmirësojnë pozitat e fermerëve në treg.